Një nga rojet e sigurisë në repartin ushtarak numër 2210 në vendin e quajtur Lugu i Keq në Kukës ka mbetur i plagosur teksa një nga godinat e këtij reparti është shembur. Ngjarja e rëndë është regjistruar mëngjesin e së dielës në ish godinat e divizionit të Kukësit, ndërsa burime nga policia lokale e këtij rrethi kanë bërë të ditur se i plagosur është Kastriot Shahu. Dolet fundit e dëmët edhe kur plasi, thash, mozalla, ka diçka këtu. Masana ju afrova shkova, ku ngjehet djali. Gjallë, është pa kështu. Edhe erma pa ushtria, ku vonon pak, diçka bon, e qiti. Në plas bon me, do të ta ketë prish ku fomë. Amit ka qenë, Ajo e gjallë. ka qenë shpërthimi shumë i fortë. Ai shpërthimi Shumë shpërthimi i fortë ka qenë. Ne me men u bën këtem këtu më lu shtëpia të këtë tona. Në pamje shikoni edhe godinën e shembur në të cilën ruheshin veshjet e ushtarëve ku mbeti i plagosur roja e sigurisë. I plagosuri është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal të Kukësit dhe është nënshtruar një ndërhyrjeje. Më vonë bluzat e bardha pranë këtij spitali duke parë gjendjen e rëndë shëndetësore të plagosurit, e kanë dërguar atë me urgjencë drejt spitalit ushtarak në kryeqytet për mjekim më të specializuar. Blut e Kukësit ka nisur punën për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.